Fluturimet në aeroportin e Mynihut në Gjermani u ndërprerën përkohësisht ditën e shtunë për shkak të pranisë së një droni të paidentifikuar. Një numër i konsiderueshëm oficerësh policie mbërritën në vendin e ngjarjes për të analizuar situatën. Një zëdhënës policor tha për agjencinë franceze të shtypit AFP se dy pilot kishin parë një objekt të ngjashëm me një dron pak pas orës 9 të mëngjesit. Në koordinim me zyrën gjermane të kontrollit të trafikut ajror, autoritetet e sigurisë vendosën të mbyllnin pistat e fluturimeve, deklaroi zëdhënësi. Tetorin e kaluar aeroporti i Mynihut u mbyll 2 herë brenda harkut kohor të 24 orëve pas dyshimeve për praninë e dronëve. Lajmi për rastin e fundit vjen në një kohë tensionesh mes Rusisë dhe Perëndimit pas rrëzimit të një droni rus në Rumani, vend antar i NATO-s. Droni që mbante eksploziv u përplas në qytetin lindor të Galatit duke shkaktuar zjarr në çatinë e një godine civile. Si pasojë e zjarrit, 2 persona mbetën të plagosur, bën të ditur zyrtarët lokal, të cilët shtuan se ndërtesa u evakua për arsye sigurie. Bukureshti zyrtar fajsoi Moskën për incidentin dhe u përgjigj duke shpallur personën ngrata konsullin e përgjithshëm rus në qytetin e Konstancës.